Qytetar, artist, përfaqësues institucione zhvendore qendrore, si dhe të ardhur nga arbëreshët, u bën pjesë e dasmës së Skënderbeut dhe Donikës. Organizimi që risolli një moment historik përmes kostumeve tradicionale dhe interpretimit artistik. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donika Ranitin nuk është vetëm një moment historie, është simboli i identitetit tonë kombëtar dhe pikërisht këtu duhet i bëj thirrje institucioneve, Ministrisë së Kulturës dhe çdo faktori që mund të ndihmojë. Mos e lini vetëm këtë trashëgimi. Ndihmoni në rindërtimin dhe ruajtjen e kësaj kishe unike. Aktiviteti u vlerësua dhe si një mundësi për promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore të zonës. Bashkia ka bërë një organizim shumë mirë, e kisha me shumë qejf që ta shifsha këtë dasëm, që është edhe një mishërim shumë i mirë i gjithë vlerave, traditave dhe historisë që ka Vaudesi. Përcjellja e vlerave historike dhe familjare tek brezat të rinj është edhe një mundësi kulturore, por edhe besimi. Ky grup artistësh dhe bashkëpunëtorësh na rikthen kohë, duke na bërë të prekshme ato ngjarje që përndryshe do të ngeleshin vetëm faqet e librave të historisë. Historia do të thotë që nuk lexohet më, por ajo jetohet. Dasma Skënderbeut dhe Donikës po shndrohet në një festë identiteti tashmë tradit prej 3 vitësh, duke u pozicionuar Vaudesin si një pikë të rëndësishme të turizmit kulturor.